Ermal Beqiri pritet të dalë këtë të martë para gjykatës penale të Amiens në Francë, ku do t'i komunikohet zyrtarisht kërkimi ndërkombëtar ndaj tij, duke i hapur rrugë procedurale për ekstradimin drejt Shqipërisë. 44 vjeçari i shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare në kuadër të hetimeve për skandalin e tenderave të Akshit, u arrestua mbrëmjen e dieshme 28 korrik në Francë. Arrestimi i tij u konfirmua edhe nga policia e shtetit, duke bërë me dije se Beqiri aktualisht ndodhet në paraburgim. Sipas mediave franceze, ndalimi i tij ndodhe në rrethana të pazakonta. Beqiri ishte duke pilotuar një avion të vogël, i cili tërhoqi vëmendjen e autoriteteve pasi fluturoi mbi termocentralin Bërthamor Penli, teksa avioni zbriti në një lartësi më të ulët se kufiri i lejuar për zonat e ndjeshme. Mësohet se gjatë marrjes në pyetje, biznesmeni ka deklaruar se ulja e lartësisë kishte qenë e paqëllimshme, për shkak se në ato momente ishte duke biseduar me nënën e tij në telefon. Por përgjigjet e tij ngritën dyshimet e policia dhe për këtë arsye, pasi u komunikua me palën shqiptare, u vendos arrestimi, për shkak se rezultoi se bëhej fjalë për të shumë kërkuarin Ermal Beqiri. Nëse autoritetet franceze konfirmojnë zyrtarisht se ndaj Ermal Beqirit ekziston një urdhër arresti lëshuar nga autoritetet shqiptare dhe ai rezulton i vlefshëm, do të mund të vijojnë procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë.